kullat. Cili ka qenë qëndrimi i qeverisë Partisë Demokratike? Asnjë kull, në asnjë qytet, në asnjë vend në Shqipëri. Kulla ka malet Shqipëria, nuk ka nevojë për kulla. Plani përgjithshëm rregullues i Tiranës i miratuar nga qeveria shqiptare në vitin 2011 nuk lejonte në Tiranë ndërtime maksimum mbi 8 katë, gjë në 8 kate. Dhe ato të rralla. Të rralla. Edi Rama, i cili sipas raportit të OSBE-s erdhi në pushtet me 200 milion euro të depozituara në bankat offshore, të gjitha gjoba ndërtimesh, u kthye te kullat mbasi aty ai nxjerr fitime prallore dhe lan parat e klaneve kriminale që ai drejton karteleve të drogës. Më hipokritja, më e ulta ishte kur, me gjithë se unë i kam shpallur dhe jo vetëm unë, kullat si monumentet shëmtuara të korrupsionit dhe drogës, si kundër përgjigje, u gjetën opozitarë të opozitës dhe puthador të Edi Ramës ta përlyen Sali Berishën dhe të thonë se djali i tij ishte aksioner tek Mali i Tiranës. Ja tani që na erdhi dosja e Arubës dhe që e ka në dorë Altin Troplini, këta hipokrit për të justifikuar Edi Ramën, për ta lehtësuar Edi Ramën, zgjodhen një shpifje ndër më të ultat më bajatet. Ndigjoj çakej pa asnjë lloj morali, se në këtë kull dhe në atë kull se Berisha nuk flet tu, nuk flet aty. Sali Berisha është në mënyrë kategorike kundër kullave. Në mënyrë të prerë, sa ka qenë kryeministër, nuk ka firmos asnjë. Asnjë. Dhe nuk do firmos ndonjëherë asnjë. Ky është qëndrimi. Edi Rama është për kulla sepse lahen tonelatat e drogës dhe vetë fiton katët të tëra. Në qoftë se Lubia ka të numëruara 320 apartamentet e Edi Ramës mund të jenë mira. Kjo është e vërteta. Sokol Mrishaj, përshëndetje.